Okej. Mirdita, data 8 gusht 2026, jemi në orët e paraditës. Mirëmëngjes Petra. Mirëmëngjes Vladimir. Me Petra Prodanin, Petra në Selanik, unë jam në Romë. Petra, sot do bëjmë një temë që ndoshta e kemi trajtuar dhe herë tjetër, e cila bëhet gjithmonë e rëndësishme, sepse është një temë e cila i mobilizon shqiptarët për mirë apo për keq, sipas pikës së tyre të vështrimit, flitet për mitet kombëtare, siç është veçanërisht miti i Skënderbeut. Po do flasim sot për mitin e Skënderbeut, sepse ka qenë pikërisht mënyra pikëvështrimi se si unë shoh Skënderbeun, një ndër arsyet që kur sapo merrja fjalën në protestën e Tiranës, më goditën dhe fizikisht më hodhën nga podiumi, duke me etiketuar sigurisht jam anti-shqiptar. Petro, tani ky mit kombëtar, ky mit që quhet hero kombëtar i Skënderbeut, i cili ka ngjallur sot diskutime, nga njëra anë janë një grup i vogël studiosësh, sa për përmendur Orsi Ezexhi, por jo vetëm, që është një historian, po dhe të tjerë, të apasionuar të historisë që unë përfshi fut dhe veten time natyrisht, njerëz me fjalë me një farë niveli intelektual, të cilët e shohin figurën e Skënderbeut si një pengesë, si një problem i cili ka krijuar edhe këto ndarjet në hero tradhtar në Shqipëri të vazhdueshme, dhe si një mit që është përdorur prej të huajve për qëllime imperialiste, por që domethënë nuk i ka shërbyer kaq shumë Shqipërisë. Si një mit i zgjedhur në mënyrë të gabuar. Tani është futur ky mit dhe është zhveshur Skënderbeu nga gjitha ajo, është pastruar, si thua, nga gjitha ajo pjesa e të vërtetës së tij, dhe është transformuar pastaj në këtë figurën që i përshtatet kohëve moderne, kohëve të shtetit nacional, të sotëm që jetojmë, që nga 1912, që nga, unë do të thoshe që nga vitet 1800, do të them, paktën që nga kohë e Jeronim Deratës dhe deri sot. Petër, na bëj një përshkrim me fjalë, domethënë, pse është e rëndësishme që sot të diskutohet figura e Skënderbeut dhe të revizionohet në mënyrë të tillë që të krijohet, si thua, një realitet historik që i afrohet ngjarjeve të vërteta të asaj kohe, dhe që të shërbejë si bazë për të shëruar plagët që kemi sot. Fjala është për ty, Petra. Po, tani, kur vjen puna në mitet, secili ka këndvështrimet e tij. Por glorifikimin e ekstremi i një miti i ngjan inkvizicionit, që nuk të jep mundësi të mendimit ndryshe me fjalë. Pra ajo që thoni ju, që nëse ju kritikoni apo nuk bini dakord me qenin e Skënderbeut si eroj qendror i ekzistencës së shqiptarëve në shekuj, është një gabim për mendimin tim, i cili duhet ndryshohet. Pra, secili prej nesh, kur vjen puna në këto mite, ka një këndvështrim të veçantë. Dhe është jashtëzakonisht e gabuar metodologjia ose mënyra e vlerësimit të një grup njerëzish apo të një personi që ka jetuar 600 vite të kaluara në një kohë dhe në një sistem jashtëzakonisht ndryshe nga ajo që jetojmë sot. Pra, ne nuk mund të marrim metron e matjes historisë të vitit 2026 dhe të kthehemi 600 vjet mbrapa dhe ta vlerësojmë në Skënderbeun me këndvështrimin dhe me formimin që kemi ne sot, me fjalë.
Duhet kemi parasysh që kohën e Skënderbeu ishte një moment që një perandori po i linte vendin një perandori tjetër dhe për të themi 1000 vjet në ato sistemet perandorike, pra perandoria bizantine po binte dhe vendin e saj po e merrte perandoria otomane. Pra imagjinoni një hapësirë të madhe toksore që nuk ishte as kufi, as ndarje etnike, etniciteti ishte shumë ndryshe, koncepti i etnicitetit ishte komplet ndryshe 600 vjet kaluara dhe koncepti i nacionalizmit, nacionalitetit nuk ekziston. Pra sistemi i krijimit të nacionaliteteve është një koncept modern. Pra të vesh të shkojmë të kthehemi mbrapa në kohë dhe ta pyesin Skënderbeun çfarë je ti dhe nga të kemi ty çfarë pasaport ke. Ai nuk do t'i kuptonte fare këto pyetje, domethënë, jo vetëm Skënderbeu, por të gjithë njerëzit që jetonin atë kohë. Pra me që ju jetoni në Itali dhe me që unë jetoj përkohësisht në Greqi, unë do të them këtë që Italia e asaj kohe dhe Greqia e asaj kohe nuk kanë të bëjnë fare me shtetet që jemi sot. Pra, nëse ne merrnim një italian nga Milano dhe e shpinim në Roma apo në Napoli, ai nuk do të merrte vesh fare gjuhën që flisnin ata njerëz. Pra, nuk mund t'i futim ata në italian, apo ta merrnim një nga Roma dhe ta çonim në Sicili, ai do t'i duheshe një përkthyes ose duhet të mësonte atë gjuhë. Të njëjtën gjë ndodhte edhe në zonën lindore të Adriatikut ku ishte akoma po jepte shpirt perandoria bizantine. Pra kishte popullata njerëzish gjysmë nomade që luisnin lart e poshtë me fjalë, të cilat kishin forma të ndryshme të mendimit, të besimit, të organizimit të jetës e të tjera. Pra nuk mund të themi që ata ishin masa solide me një koncept shtetformues e tjera e tjera. Ky është një gabim i madh. Kryesisht këto lloj gabimesh bëhen marrin një personifikim ose marrin një vlerë të madhe në popullatat ignorante dhe të paditura edhe të trushpëlara dhe keq formuara. Unë vë dorën në zjarr me fjalë si thon fjalët që shumica atyre që janë bërë Skënderbega sot nuk kanë lexuar as dy rreshta, nuk e kanë idenë kush ishte çfarë është shkruar për Skënderbeg, çfarë thuhej për atë person. Pra është vënë aty një figurë në vitin 1165 në qendër Tiranës dhe tha ky do të jetë heroi kombëtar i shqiptarëve dhe që atëherë u kthye heroi kombëtar i shqiptarëve. Ne nuk dimë për Skënderbeun as gjërat më bazike. Ka thashë themelat e poshtë, ka krijime artistike, ka këngë, ka valle të tjera, por ato nuk janë pjesë e historisë, ato janë pjesë e folklorit. Dhe me folklor nuk mund të bëhet histori, as mund të ndërtohet ndonjë shtet apo sistem i drejtë i zhvillimit, i emancipimit shoqërisë e tjera. Pra unë nuk më pëlqen, jam kundër formimit dhe krijimit të miteve të bazuara mbi pralla, jo vetëm miteve shqiptare, po në përgjithësi miteve ballkanike që pak a shumë i ngjajnë njëri tjetrit. Në Shqipëri ky fenomen është akoma më i theksuar. Unë do të desha të paraqinja disa këndvështrime teknike të Skënderbeut. Domethënë si dukeshte ky person me fjalë. Ekziston një pikturë, ja atribojnë një piktori Bellini, po nuk më merr mendje se është tia, mund të jetë edhe një student i tia, edhe një personi që mësonte si të vizatonte në atë kohë. Për ata që interesohen për anën teknike të si dukeshte ky person, me fjalë, unë do të desha të ndanja këtu një e shikoni Vladimir? Ja po hapet një sekond. U hap, po. Kjo është një nga, si të thuash, emblemat të krijuara në kohën kur Skënderbeu ishte gjallë, mendohet të jetë krijuar, domethënë është krijuar midis vitit 1450 dhe 1468. Ndodhet e ekspozuar në një nga muzeumet më interesante në botë që ndodhet në Atinë, është muzeumi i monedhave dhe i medaljeve.
është themeluar që në kohën e Shlimanit, personit që i atribuohet gjetja e Trojës. Pra këtu kemi Georgios Kastriotis Skënderbeg, siç duke qartë e shkruar në latinisht. Georgios Kastriotus de Skanderbegus në latinisht. Pra, kështu dukesh Skënderbeu në atë kohë. Dhe kjo formë bie në kundërshtim të plotë me atë që shikojmë të vizatuar në për faqe të ndryshme o libra të ndryshme që i takon një periudhë më të vonë. Pra ne nuk e kemi të qartë si dukesh Skënderbeu në radhë parë dhe nuk ka asnjë tentativë për të kuptuar si kush ishte ai. Unë këtu do të vazhdoj të paraqit disa materiale. Për shembull, thuhet që Skënderbeu kishte si simbolin e tij një shqiponjë me dy kokë. Në fakt, kjo është një trillim, në fjalë, po një pavërtet historike, sepse të mbajë emblemën e shqiponjës me dy kokë duhet të kishe dy si thua, dy parametra, ose duhet të kishe plotësuar dy parametra, ose të ishe pjesëtar i një linje të klasës së lartë që kishte lidhjen me perandorinë bizantine në atë kohë, ose duhet të kishe marrë një medalje trimërie, siç i theshin atë kohë me fjalë, e cila nuk ishte trashëgueshme, pra në qoftë se dikush shkonte të luftonte për, le të themi, për Bizantin apo për një përfaqësues të lartë të Bizantit, në fund atij jepte një dekoratë e cila mbante shenjën e shqiponjën me dy kokë, i cila ishte shenja e Bizantit. Më e sakta për mendimin tim është një Stematologjia, ishte një libër i botuar në vitin 1701 dhe 40 vite më vonë, e cila tregonte emblemat e familjeve të mëdha në ato vite. Do me thënë, personat që bën këtë punë kishin mbledhur gjatë asaj kohe emblemat e ndryshme. Pra këtu kemi emblemin e Shqipërisë, e cila ishte një kështjell. Dhe kjo kështjell me një fjalë i atribuohesh kastriotëve të atyre si të thuash principatës së Shqipërisë. Pra duket qartë që këtu kemi një kastriot dhe e gjithë kjo tregon që ishte një kështjell e krishterë, me fjalë këtu ndodhet kryqi. Edhe fjala kastriot është një fjalë kastri, është fjalë greke që do të thotë kështjell dhe është ekuivalente me fjalën latine që për shembull Castiliano. Castiliano ishte një titull i një personi që ishte komandanti kryesor i një kështjelle dhe ai quhej Castiliano. Për ata që kanë vizituar muzeume të ndryshme, sidomos në zonat mesdhetare aty ku latinët kishin patur kontrollin e tyre, plasim këtu e 900 vjet të kaluara, do të shikohet edhe titulli Castiliano, i cili ju jepej ushtarakëve të ndryshëm, të cilët mbiheshin në pozicionin e kontrollit të një kështjelle. Duhet të dimë që kështjellat në atë kohë luanin një rol shumë të madh, shumë të rëndësishëm, sidomos kështjellat që ishin në nyje strategjike të rrugëve, me fjalë detare i qofshin këto apo toksore. Po vazhdoj më tutje me fjalë me punën e Skënderbeut, le të kthehemi në një moment të rëndësishëm. Këtu është varri i nipit të Skënderbeut, Konstantin Kastrioti, i cili ndodhet në një kishë në Napoli, një kishë e vjetër. Kjo me fjalë mendohet që ky varr të jetë ndërtuar rreth vitit 1500. Godina ku ndodhet varri është dëmtuar disa herë gjatë shekujve, një herë pati një dëmtim shumë të madh sepse shumë afër me këtë godinë ishte një depo e madhe municioni, e cila mori zjarr dhe nga shpërtimi u dëmtuan shumë objekte që ndodheshin aty. Midis tyre mendja është dëmtuar dhe ky varr, i cili mund të jetë rindërtuar më parë, më vonë, mund të jetë rindërtuar dhe ne nuk e kemi shumë të qartë si dukesh ai në momentin që ishte ndërtuar. Por unë do të ndalem në dy momente që i konsideroj të rëndësishme. Për shembull, këtu kemi shqiponjën, e shikoni Vladimir? Po.
Kjo është Shqiponja, pra kemi Shqiponjën bizantine me dy kurora, me një fjalë, që tregon lidhjen midis dy familjeve të dëgjuara. Është ky ylli me 8 cepa, me një fjalë. E bukura është këtu, ose më e rëndësishmja është që Shqiponja e verdhë është vendosur mbi ngjyrën blu. Kjo ishte ngjyra e perandorisë Komneni, një perandori greko-bizantine, e njohur në historinë e Bizantit, dhe pa kaluar më tej, më dal nga mendja, këtu kemi sipër në mbi mbulesën e varrit, të themi, kemi Krishtin. Kjo është një diçka, si të thuash, ortodoksi e fshehur në Napoli. Kisha ndodhet në zonën ku ka qenë bërthama e zonës ortodokse greke në Napoli. Dhe në atë kohë ortodoksia ekzistonte shumë e fuqishme, pavarësisht se në mënyrë të fshehur në Napoli, me fjalë. Vetë e shoqja e Skënderbeut, Andronika Komnena, njihej në Napoli si grekja, me fjalë. Ja, këtu kemi edhe një herë, ky është vari, kjo është Shqiponja, këtu duket më qartë ndryshim, kontrasti midis ngjyrës të verdhë dhe blu. Dhe këtu kemi Andronika Komnena, pra Andronika thotë që këtu është Konstantin Kastrioti, varin e ka ndërtuar shpenzimet kryesore i ka vënë Andronika Komnena. Ka shumë mundësi që vari të jetë ndërtuar në tetor të vitit 1500, me fjalë. Këtu tani, këtu eshtrat brenda këtij vendi janë futur eshtrat e Konstantin Kastriotit, jo mbase, po është e sigurt që eshtrat kanë qenë të vendosura diku në tokë, dhe kur ato trupi i shtretur, eshtrat janë marrë dhe janë vendosur këtu brenda. Pra, nëse këtu hapet dhe i studiusit që interesohen për të vërtetën e Skënderbeut, mund të bëjnë një testim DNA për të kuptuar disa gjëra, në radhë të parë për të kuptuar linjën gjenetike të personave, të meshkujve nga ka rrjedhur ky Konstantin Kastrioti. Në këtë rast do të dilte dhe grupi gjenetik, gjysmë grupi gjenetik, apo grupi përkatës gjenetik i burrave nga rrite Skënderbeut. Gjithashtu do të dilte dhe linja cila ishte jema e Konstantinit. Pra, nëse flasim për shkencë, jashtë miteve dhe mitologjisë, atëherë duhet të bëhet një test DNA për të kuptuar ku ndodhen pasardhësit e Skënderbeut, ku janë shpërndar ata në apësirë kohore, dhe jo vetëm kohore, po edhe toksore, me fjalë. Është një diçka interesante këtu, sepse ky personi këtu, që supozohet të ishte Krishti, nuk i ngjan Krishti të pikturuar në kisha dhe në ikonat asaj kohe ortodokse, i ngjan më shumë mbas se ata që kanë bërë varin kanë parë diçka, kanë parë një person. Ky person mund të jetë nga linja e burrave Skënderbeut, që i përngjan, me fjalë, burrave Skënderbeut. Siç e thash aty më përpara, vari ka disa probleme, është dëmtuar dhe mbase manipuluar disa herë. Këtu shikojmë një emër Maria. Nuk e dim kush është kjo Maria. Thuhet që, pra, duke qartë që kjo dorë që ka shkruar Maria nuk është e njëjta dorë që ka shkruar shkrimin më poshtë. Pra, duke qartë që këtu kemi të bëjmë me një shkrim tjetër dhe këtu një shkrim tjetër. Në këto dy segmentet e mermerit që janë vendosur këtu, me fjalë mungon një informacion, këtu duhet të ketë patur një informacion i cili është e zhdukur. Thuhet që Skënderbeu vetë erdhi në Napoli, shkoi në Napoli, me fjalë, dhe me vetë kishte marrë me vete një vajzë të re, Maria, të cilën e la në një befotrof, në një institucion
kuptohet në një ku jetonin dhe edukoheshin fëmijët e klasës së lartë. Pra, pak a shumë këto janë të dhënat për linjën e Skënderbeut me fjalë. Dua të them diçka tjetër. Pra, Shqiponja me dy kokë nuk ndodhet vetëm në varrin e nipit të Skënderbeut. Pra, djalit të Skënderbeut në kishën Santa Maria të Napolit ka dhe shqiponja të tjera të cilat janë dhuruar ose janë bërë simbole familjare, jo këtë radhë nga Bizanti, por nga perandëria e Habsburgëve, të cilët patën në kontroll për një kohë shumë të gjatë Napolin. Ata që kanë vizituar Napolin mund ta shikojnë në Shqiponjë me dy kokë të eksponuar në mënyrë masive në një kull që ndodhet pothuajse në qendër të Napolit. Nuk kemi të bëjmë këtu duke dëmi qartë me fjalë Shqiponja e Skënderbeut, në qoftë se do quhet kështu, për mendimin tim, në qoftë se është marrë në familjen e Skënderbeut, është marrë nga ana e të shoqes së tij, e cila deklaronte se kishte një lidhje historike gjaku me Komnenën. Pra, edhe një herë këtu duket bluja e verdha dhe e verdha më e theksuare në Shqiponjën e Skënderbeut. Pra, këto ishin pak a shumë ato që unë desha të shtonja. Tani, unë jam përpjekur të kuptoj ku kanë shkuar pasardhësit e Skënderbeut, duke supozuar që ata që kanë mbajtur mbiemrin Skënderbegli e forma të ngjashme, ku janë shpërndar, ku kanë shkuar ata gjatë viteve. Dhe ka disa elemente që të bëjnë të mendosh që ata kanë shkuar gradualisht gjatë viteve në jug të Italisë. Vendin unë nuk e di, janë larguar nëpërmjet Shqipërisë direkt apo kanë kaluar në Greqi, në disa zona të Greqisë, disa breza apo disa dhjetra vjeçar dhe janë shpërngulur në Itali. Mundësia më e madhe që ata të kenë zbritur në fillim në zona ku sot ndodhet Greqia dhe që aty të kenë kaluar në Itali. Dhe unë jam përpjekur të gjej një shikoni Vladimir? Po. Unë jam përpjekur të gjej në dokumentat e emigrimit amerikan persona që kanë mbajtur mbiemrin Skënderbeg dhe jo Kastrioti, sepse Kastrioti është një mbiemër shumë i përhapur në Greqi me fjalë, dhe gjithë persona që kanë erdhur nga fshatat Kastri, Kastrica, Kastra, mbajnë mbiemrin Kastrioti. Pra, fshatrat dhe vendbanimet dhe toponimet Kastri në Greqi janë shumë të përhapura dhe në mbiemri Kastrioti nuk është mbiemër, si të themi, shqiptar. Nuk ka të bëjë, fjala Kastri nuk ka të bëjë me gjuhën shqipe. Pra, me përafërta do të ishte të ndjekim linjën e burrave me mbiemër Skënderbeg, ose forma shumë të ngjashme me Skënderbeg. Dhe unë kam shpenzuar shumë kohë për të gjetur këta persona në dokumentat e emigrimit amerikan, sepse nga jugu Italisë në drejtim të Amerikës janë larguar me qindra mijëra, base miliona njerëz nga varfëria e tejskashme që ekzistonte në Italinë e Jugut, dhe pjesa dërmuese e tyre emigrantëve shkuan në Amerikë, disa në Kanada, në Australi, por pjesa dërmuese shkonin në Amerikë. Dhe unë i kam gjetur pak a shumë këto, janë 7 raste të cilat janë më interesante. Dikush i kishte emrin Martino Skënderbeg, ky ishte personi më i ngritur, më intelektual nga linja e burrave Skënderbeg, i cili kishte jetuar në një fshat të lidhur me grekët me fjalë, është Castigliano del Greci, si e lexon këta, nuk e di. Kjo është adresa ku ai kishte jetuar këtu, dhe me profesion është pianoberës edhe fotograf. Kemi të tjerë, sepse kjo është më interesante. Jugu i Italisë, pikërisht në këtë zonë këtu ka jetuar, e di më me saktësi që ka jetuar përkohësisht gruaja e Skënderbeut. Kemi një tjetër, Roko Skënderbeg,
I cili në vitin 1914 në moshën 26 vjeçare ka shkuar në Amerikë. Në Amerikë priste i vllai i tij, që ishte Giovanni Radici. Kemi raste të tjera. Kemi një rast këtu që është Giovanni Skënderbek, ka shkuar 2 herë ky person në vitin 1909-1912 në moshën 21 vjeçare për parë. Ajo që bie në sy është që personat që kanë jetuar në këtë zonë dhe kanë mbajtur mbi emrin Skënderbek i përkasin një lartësie trupore shumë të shkurtër. Me një fjalë kanë qenë persona trup shkurtër. Mbase kjo ka qenë dhe gjatësia e burrave Skënderbek Bresparvezi, mbase është një situash një rastësi. Unë këto kam arritur të gjej. Janë aty jashtë, kushdo mund të vej të shikojë. Për shembull, këtu kemi një tjetër Giuseppe Skënderbek, i cili ka shkuar në vitin 1907 në Amerikë, në moshën 19 vjeçare. Jam ati që ishe Karolina. Në Kozencë, afër Kozencës ka një diçka tjetër, ky ka patur emrin në Falconera Albanese. Këto janë fshatra, domethënë, që kanë Falconera Albanese. Ky ka patur emrin Skënderbek, Genovese Skënderbek, 22 vjet. Një kushëri i tij në Amerikë me emrin Pietro Genovese ka pritur këtë person. Qendra e atyre që janë vendosur me një fjalë, më mërmendja ka qenë Kozenca si qyteti më i madh. Edhe Vakarizo Albanese, edhe aty ka patur një përqendrim. Ky person me fjalë ka shkuar 2 herë dhe ka ndruar fshat, me fjalë. Një herë regjistrohet në vitin 1904 regjistrohet në Vakarizo Albanese. Në disa vite më vonë regjistrohet në vitin 1914 regjistrohet në një San Cosmo Albanese në provincën e Kozencës. Edhe ky përsëri është një person shtrat shkurtër, 162 cm i gjatë. Kasimo Toçi, pra mbiemra dhe emra të përdorura zakonisht që gjenden të asura në populatat albaneze, pra kemi një linjë vazhdueshmërie të këtyre personave në këto zona që mund të kenë patur lidhje të drejtë për drejtë me familjen e Skënderbeut. Kjo ishte pak a shumë ajo që unë kam gjetur teknikisht për burrat Skënderbeu. Për sa i përket manipulimeve historike që të tërë janë kushërinj dhe të afërm e të largët të Skënderbeut, këtu janë shkruar libra të tërë, midis tyre ka patur gënjeshtarë, mashtrus, vrasës, ka patur disa momente interesante në Europë, për shembull një grup keqversish nga Italia jugët shkuan në Francë dhe arritën të mashtronin parinë franceze duke marrë shumë para në atë kohë. Njëri përfundoi në burg në Belgjikë, u dënua 5 vjet dhe me një gjop shumë të madhe. Ka raste të tilla, por rastet më të interesante të kastriotëve janë midis politikanëve. Kur filloi Perandoria Otomane, e cila jetoi për afërsisht 600 vjet dhe ishte një nga perandorit për mendimin tim më të organizuara që kanë ekzistuar në botë, pavarësisht se perëndimi dhe shumë shqiptarë e akuzojnë otomanën si njerëz bandit dhe kokëtrash, njerëz që nuk dinin shkrim e këndim e tjera. Këto janë këndvështrime që i qëndrojnë janë jashtë realitetit. Otomanët mbanin rekorde të përpikta për kohën. Jo të gjitha kanë shpëtuar, shumë prej tyre janë zhdukur njëre për gjithmonë. Me fjalë bile ishte, nuk e mbaj mend, po në fillim të viteve 1900 Perandoria Otomane vendosi të ose të zhdukte dokumentat të cilat i konsideronte të pavlefshme. Me fjalë dhe është tonelata tëra me dokumenta
u shkatruan ushqitën në Bullgari, një kompani bullgare bleu për t'i bërë karton, me fjalë. Dhe fabrika që bleu ato shkatroi, gjersa bullgarët e kuptuan çfarë kishin në duar dhe e blejnë atë. Ministria e Arsimit dhe Edukimit e bleu sacinë e mbetur të dokumentave otomane, u shkatruan 5 ton dokumenta. Imagjinojmë sa tonelata tjera me dokumenta janë zhdukur, megjithatë në rastin e Shqipërisë, rekordet më të sakta filluar nga viti 1385, në ato zona ku sot ekziston shteti shqiptar dhe jo vetëm, rekordet otomane japin një pasqyrim ose një këndvështrim shumë interesant kush ishin ata njerëz, emrat, emrat e tyre. Dhe nëse më lejon këtu, unë përsëri do ndaj një diçka këtu, duke ju referuar përsëri këtyre dokumentave. Këtu kam një... E shikoni Vladimir? Po. Okej. Duke qartë? Po, këtu kemi... Po, e shikon këtu Iskënder Bek Juvan Oglu? Po. Kjo pra është regjistrimi i vitit 1440-1443. Skënderbeu ka qenë në Shqipëri, me fjalë, në Arnavut, në një pjesë të madhe të territorit të sotëm të Shqipërisë. Nuk janë rekordet e plota, domethënë, po themi që nga Lezhë dhe Gjerë, atje ku është Saranda, sot jugu i Shqipërisë, këto ishte provinca e Arnavudit, si të themi, zona e Himarës, në jugu ishte dhe Gjerë në afërsi të Përmetit, ishte defteri që ishte, si të thuash, bërë regjistri kryesor i otomanëve në vitin 1440-1443, dhe aty shfaqeshin të gjithë imariotët, pa persona që kishin marrë në zotërim prona të ndryshme dhe që ishin vasalët të sultanit, të Portës së Lartë. Midis tyre shfaqet dhe Skënderbeu, i cili ishte djali i Jovanit. Natyrisht ai nuk ishte marrë Jeniçer, se nëse do të ishte marrë Jeniçer, ai nuk do të ishte në Shqipëri, nuk do të ishte në rekordet si timariot, do të ishte diku tjetër, sepse Gjerë në moshën 40 vjeçare, Jeniçerët nuk ju lejohej të mbanin as të ktheheshin në vendin nga kishin lindur, as të ishin pronar, me fjalë. Ata në fakt konsideroheshin si sklevër të sultanit, dhe gjersa ishin sklevër të sultanit, nuk mund të gëzonin ndonjë pronë, me fjalë. Dhe pra, në qoftë se ne themi që Skënderbeu e mori sultani dhe e rriti si të vogël, e mori që në moshën 7 apo 9 vjeçare, dhe e dërgoi në diku, me fjalë, ku rrit si Jeniçer, këto nuk janë, kjo nuk është një version i besueshëm, sepse kartat e dokumentat otomane vendosin atë në Shqipëri, dhe pikërisht është dhe diçka tjetër, nëse ne do të themi që ai ishte Jeniçer, i bie që nuk ka lindur në vitin 1405, siç është bërë sot një linjë, si të thuash, e saktë, nuk është e vërtet, sepse siç tham, në atë vit ai nuk do të ishte në Shqipëri. Pra, ne për Skënderbeu nuk dim as kur ka lindur. Edhe për vdekjen e tij ka versione të ndryshme, për shembull Muzaki, që ka shkruar gjenologjinë e Muzakave, që është një transformim, ne nuk e dim origjinalin, është një histori shumë e komplikuar, shumë e stisur, shumë e falsifikuar ajo gjenologji. Ai shkruan që Skënderbeu vdiq në dhjetor të vitit 1466. Pra ka shumë të pasaktësira me Skënderbeun. Unë personalisht do të ju besonja të dhënave otomane dhe nuk do t'ju besonja shumë të dhënave të, si të thuash, evropiane, sepse në përgjithësi ato kanë qenë të dhëna të krijuara dhe të përdorura për qëllim fetar. Për shembull, Barleti ishte një ekstremist fetar, një prift i cili
gënjen të apur në mes të ditës me fjalë për karakterin e Skënderbeut. Ata që duan ta lexojnë mund ta lexojnë çfarë ka shkruar Barleti për Skënderbeun. Pra Barleti e përshkruante Skënderbeun si një njerëz pa bezë, domethënë që merrte paratë e Napolit dhe i thoshte të birit që pronën dhe zona që kishte në kontroll t'ja jepte Venedikut. Ka raste të tjera që tregojnë manipulimin e madh që është bërë historisë së Skënderbeut duke i latinizuar, duke i katolicizuar emrat, toponimet, të dhënat historike dhe gjeografike në mënyrë masive. Pra, nga një person strikt ortodoks, ata e kthyen atë në një person katolik i cili luftonte për papën e të tjera. Versionet të cilat unë i konsideroj të pasakta historikisht. Skënderbeu nuk ishte ndonjë person me rëndësi të madhe ekonomike dhe politike në Shqipëri, bazuar në ato që vetë shkruan Noli, në ato vetë që shkruan Ekrem Bey Vlora, ishte një luftëtar i cili ju kundërvu kryesisht për qëllime ekonomike portës së lartë dhe si gjithë mitet e tjera nga një gjë e vogël bëhet një gjë e madhe. Pra ajo ideja që kruja mbrojti Evropën është thjesht një ide folklorike, është një ide artistike sepse në Kruj nuk kalonte asnjë rrugë. Për shembull, pse do t'i binte ushtria otomane, kudo shkonte, kishte ndonjë rrugë nga ato që vinte në Vjenë, për shembull, nuk do të vinte nga Kruja. Apo do vinte në Beograd, nuk do vinte nga Kruja, apo të vinte në Bosnjë Hercegovinë, në Sarajevo, nuk do t'i binte nga Kruja, thjesht sepse në Kruj nuk kishte ndonjë rrugë. Megjithatë, këto janë trillime, siç e tham, për qëllime të tjera të cilat u krijuan gjatë shekujve dhe arritën kulmin në vitet 1990, 95, 2000, të cilat rifilluan, ringjallën nga thellësia e kohës, idera me Skënderbeu e tjera. Pak a shumë ky është mendimi im rreth figurës së Skënderbeut. Ata që duan ta kuptojnë vërtet kush ishte Skënderbeu, cili ishte roli i tij, çfarë bëri ai me pronarët e tjerë të tokave në Shqipëri, në Arnavudin asaj kohe, dokumentat aty jashtë janë. Pra këtu, për shembull, këto janë 370 prafërsisht persona të cilët ishin timariotët e asaj kohe në zonat ku sot është kryer Shqipëria, pjesa dërmuese Shqipërisë në fjalë, dhe në qoftë se ne shikojmë, shohim që kishte shumë persona që kishin ardhur nga vende të largëta të perandorisë otomane, sepse një nga metodat kryesore të shtrimit dhe zgjerimit të pushtetit dhe kontrollit të perandorisë otomane ishte ndryshimi i popullatave. Pra, perandoria otomane merrte personat problematik ose për të eliminuar kryengritje apo mosbindje, i merrte ata dhe i dërgonte në vende të largëta dhe të njëjtën gjë, ata persona që ishin problematik diku në vend tjetër i shpinte në vende të tjera ku ata do të bëheshin, nuk kishin asnjë lloj zgjidhje tjetër, vetë të bëheshin shërbëtor të portës së lartë. Dhe pak a shumë këtu i kemi ato emra dhe un kam vetëm një faqe, këtu ka 5-6 faqe bazuar në renditjen emërore, me fjalë. Ka këtu plot persona, për shembull kemi një tatar që është Hazir tatar. Kemi persona që janë kthyer nga të krishterë në mysliman. Kemi kunatin e Dimo Stefanit, Hyseini. Kemi shumë raste të personave që janë mysliman të rinj, që në atë kohë janë kthyer mysliman. Pra këto të dhëna janë të dhënat mbi të cilat mund të fillojë të krijohet një ide më e qartë kush ishte Skënderbeu dhe bashkëkohësit e tij. Saruhanlu. Saruhan është një provincë në Turqinë e sotme, pra tregon që këta persona kanë erdhur nga ato vende dhe janë vendosur në Shqipërinë, në Arnavudin e asaj kohe. Ka disa persona që kanë në atë kohë vazhdonin ta mbanin besimin e krishterë
që ishin vendallime, fjalë, dhe vite më vonë ata zhduken ashtu siç zhduken dhe pasardhësit e Skënderbeut, të cilët kur shkuan në Itali, me kalimin e disa vitrave veçare të tërë u kthyen në katolike, humbën besimin e tyre. Megjithatë, një pjesë e madhe e arbëreshve që vajten ato vende mbeten në zona të izoluara dhe për 100 apo 200 apo deri në disa ditë tona deri në kohën që ne flasim, në disa zona ata vazhduan ta banin ortodoksin, pavarësisht se liturgjia e tyre ka ndikim latin, me fjalë bëhet gjuhë latin. Pak a shumë kjo ishte puna teknike për Skënderbeun. Për sa i përket anës propagandistike, unë këtu kam librin Kujtimet e Ekrem Bëje Vlorës, viti 1885-1925. Pra, Ekrem Bëje Vlora thotë që unë ky libër është voluminos, me fjalë, e kam shkruar bazuar në kujtimet e mia, me fjalë, sepse dokumentat zyrtar, dokumentat shkencor mungojnë, sepse ato u dogjen apo u në shtëpinë e tyre në Vlorë, me fjalë. Pra, vetë kjo është nëse e provuar historikisht, familja e Vlorave nuk ishin vllonjat, ata ishin të vajtur aty. Nuk mund të thonë çfarë të duan, mund të thonë në historira ndryshme, unë përsëri them që këta persona, me fjalë, falsifikojnë historinë. Për shembull, ky person këtu, Ekrem Bëje Vlora, thotë që një stërgjyshim i largët e kishte Embin Gjergji, me fjalë. Dhe për çudi të gjithë personat e këtyre personave që i kishin bërë pjesë ekzistenciale perandorisë otomane, kur erdhi koha e lanë perandorinë otomane dhe filluan të merrnin emrat Gjergj, John, Gjin. Është një histori politike e cila nuk ja vlen të diskutohet. Me fjalë, raste të tilla ka plot. Këtu flet edhe për flamurin, kush ja dha flamurin, kush ishin një person i cili kishte parë një ëndër që i kishte dalë një gjyshja në gjumë dhe kishte thënë që shiko, unë të them ose të mbarkoj detyrën që të bëhesh mbreti i Shqipërisë. Është një libër interesant, me fjalë, në këndvështrime, pavarësisht se personi me që Ekrem Bëje Vlora nuk është personi besueshëm, me fjalë. Ai thotë që flamurin e sollën austriakët. Unë isha personi që e dash flamurin, domethënë që solla në Shqipëri, atë flamurin me fushë të kuqe dhe me shqiponjë të zezë. Është këtu, me fjalë, kushdo mund ta lexoj. Unë kam blerë libër shumë kohë përpara. Me fjalë. Pra, pak a shumë këto ishin ato që unë desha të thesha për Skënderbeun. Për sa i përket kohës moderne, unë nuk jam kundërshtar i përdorimit të miteve për krijimin e realiteteve bashkëkohore. Me fjalë, mitet i përkasin një histori të mjegullt dhe nuk kanë të bëjnë në fare me konceptet etniko-nacionale, me të cilat momentalisht po ballafaqohet Ballkani. Në këto vite të fundit, kjo tema e nacionalizmit etnik po del jashtë kontrollit. Koha ka treguar që këto nuk janë të vlefshme, nuk janë veprime që sjellin ndonjë erpërsime, fjalë nuk është asgjë përgjë, dhe po të kthehemi mbrapa në kohën, shohim që klasa drejtuese, qoftë ajo bizantine, qoftë ajo otomane, bile dhe po të kthehemi mbrapa në kohën në perandorinë romake, ne shohim që familje të ndryshme në distanca relativisht larta njëra tjetrës martoheshin me njëra tjetrën, krijonin aleanca, krijonin, si të thuash, grupe kontrolli ekonomike, politike, ushtarake. Pra, ata njerëz nuk e kishin ide në fare në çdo të thotë etnicitet, dhe nëse kishin ishte shumë i turbull, sepse ata ishin rritur kryesisht në
bazë besimi fetar. Pra kur themi Bizantin, Bizanti ishte një perandori që kishte dy boshte. Boshtin fetar dhe boshtin shtetëror. Shpeshherë kisha merrte funksionin e shtetit dhe për këtë arsye Shqiponia kishte dy kokë, pra tregonte unitetin, bashkimin midis kishës dhe pushtetit. Dhe kuptohet në këmbë të saj, ajo Shqiponia mbante një botën me fjalë, globin botëror me një kryq përsipër dhe nga ana tjetër mbante një shpatë, pra dhuna, shteti i cili ishte një vegël e dhunshme, në kombinim me kishën janë ato që kontrollojnë botën me fjalë. Ky ishte simboli dhe ky ishte mesazhi që Shqiponia me dy kokë transmetonte në botën e jashtme. Ishte një simbol dhe vazhdon të mbetet një simbol thellësisht fetar me fjalë. Dhe duke mbyllur këtu them përsëri që ata persona dhe ato simbole që nuk ekziston kryqi në Shqiponjë, pra me një lloj forme dhe shpata në anën tjetër, nuk kanë të bëjnë me simbole të trashëgueshme familjare. Atje ku e shikojmë ato janë thënë dekorata ose metale ose vlerësime për një person të saktuar. Dhe ato nuk kishin të drejtën të transferoheshin nga një familje në një familje, sepse të merrni atë të drejtën, ajo ishte një drejtë imperiale, e cila ju jep personave shumë të rëndësishëm, të cilët ishin aty për gjenerata të tëra dhe kishin mbajtur një rol vendimtar në mbarvajtjen e punës së perandorisë, të familjeve, të krushqive që ata bënin me fuqinë të mëdha, disa më të mëdha se vetja e tyre etj. Pra, kjo ishte në përgjithësi ajo që ndesha pesha për Skënderbeun për anën teknike të vlerësimit të linjës së Skënderbeut, i cili sot del kaq madhështore dhe kaq vendimtar për fatet e Evropës. Petroj, shumë interesante ajo që solle, me prova për të kuptuar me fjalë se si është manipuluar, se si na tregohet historia e Skënderbeut që është shndruar në një shumë tepër egzageruar, me fjalë shumë se sa i legjend. Ajo që të bën përshtypje, Petro, është edhe se ti tregove atë monedhën e Skënderbeut atyre viteve, dhe ku nuk duket as kali, as shpata dhe as ajo kokorje e dhisë. Me fjalë, dhe kjo punë e shpatës, për shembull, edhe Enver Hoxha ka të shprehjen e famshme, populli shqiptar ka çarë rrugën e historisë me shpatë në dorë. Që unë them që këto fraza, kur dalin dhe që hyjnë në kokën e njerëzve, nuk janë të rastësishme. Atë ndoshta se ka thënë fare Enver Hoxha, për i kanë vënë emrin poshtë Enver Hoxha. Edhe ku futet shpata, dhe kjo të kujton edhe atë kohën e kryqëzatave, kur fillonin kryqëzatat dhe hapnin rrugën për të shkuar në Jeruzalem, dhe ju tha që ju do hapni rrugën me shpata, do vrisni njerëz, do përdorni shpatën. Tani, këtu është futur kali, shpata dhe kjo kokorje e dhisë, që kjo kokorje e dhisë pastaj ka interpretime ndryshme, po duken që janë simbole masonike. Këto tani, kur janë për herë të parë sipas teje, kur dalin këto Skënderbeu me kal, me shpatë, me kokore, në për librat e shkruara, në këto narracionet që bëjnë? Janë të viteve 1800 apo përpara? Jo, për herë të parë janë regjistruar në Austri rreth vitit 1600, me fjalë. Dhe ishte një duk austriak i cili kishte si pasion historik mbledhjen e armatimeve nga luftëtarët ndryshëm të kohës së tij apo dhe më të hershëm. Dhe midis tyre në Urbino të Italisë, duka e Urbinos kishte blerë një shpatë
dhe një kokore, të cilët thuajse se ishin të Skënderbeut. Pra, ka që ishte kjo me një fjalë dhe për mendimin tim, unë i kam studiuar nga afër, kam shkuar disa herë në Vjenë, bile i kam shkruar dhe muzeumit austriak, sepse austriakët ishin ka të shkruar vetë persona që filluan krijimin e shtetit shqiptar, ishin ata që filluan të krijonin idenë e katolicizmit totalitar në Ballkan, me fjalë, dhe një nga veprimet e tyre të para ishte katolicizimi i ortodoksisë ballkanike përfshi atë shqiptare. Dhe aty kushdo që ka pak njohuri ose kushdo që është interesuar, një amator si puna ime me fjalë, që është interesuar dhe ka parë muzeume, e kupton me pamje të parë që ajo shpat nuk është shpat evropiane me fjalë, ajo është një shpat që përdoreshe nga forcat kryesisht otomane, mamlukët me fjalë. Egjiptianët ajo ishte një lloj shpate, nuk ishte bënte fare me shpatat e prodhimit evropian. Dhe për sa i përket helmetës apo për krenares, ajo është një element për mendimin tim dekorativ, sepse është shumë e vogël, ose personi që ka vënë në kokë atë ka patur një kokë shumë të vogël. Domethënë ka qenë në kokën time, në kokën tënde, ajo nuk do rinte si qeleshe me fjalë. Nuk futet ajo, është shumë e vogël. Dhe duket qartë që ajo është një objekt i ndërtuar në objekte të tjera, sepse ato nuk futen, nuk ingranohen kollaj, do me thënë elmeta, është modifikuar. Bia atë është vënë ai ciapi, pasaj më vonë është vendosur një rip lëkure me disa të shkruajtura në pakër. Lulet që janë disa lule 6, më duket ato janë duket shumë qartë që cilësia e tyre shumë e lartë se elementeve të tjerë. Pra, duket që është një element i bërë. Tani, falsifikimet ekzistonin dhe në atë kohë. Në vitet 1500-1600, falsifikimet e elementeve me vlerë ishte një punë shumë e preferuar në Itali, po të lexojmë çfarë bëhej në atë kohë. Kishte njerëz që të shisin sa punin për djathtë. Pra, ne nuk ato janë më shumë elemente të cilët austriakët i sollën me shumë ëmbëlsi, me shumë taktik, me shumë qartësi në rrymën ose në elementet e parë të krijimit të shtetit shqiptar, të nacionalizmit shqiptar. Dhe për mendimin tim, ajo elmet mund të ketë hedhur nga zonat që sot janë në Kroaci, sepse në vitet 1600-1700 ne shikojmë që edhe vitën përpara, me fjalë, ata kishin si simbol në simbolet familjare, shohim pikërisht atë kokë, atë lloj vije, me fjalë. Elementet e tjerë të Skënderbeut, ato që janë vërtet shkencore, me fjalë, ne kemi vetëm një dokument nga manastiri serb në Mantathos, në Halkidiki, jo shumë larg nga Selaniku. Hilandari është një nga manastiret më të vjetra dhe më të organizuara në Mantathos. Pavarësisht se është djegur disa herë dhe djegja e fundit ka ndodhur në kohë moderne, aty kishte mbijetuar kontrata që familja e Jovan Kastriotit, Joanin se kanë dokument, kishte blerë të drejtën e banimit në territorin brenda hapësirave të manastirit të Hilandarit, të Ivanit, me fjalë, Joanit dhe 4 djemve të tij. Këta e kemi, ky dokument ekziston, e kemi. Nuk e kam unë, nuk e keni ju, e ka shkenca, me fjalë. Ka disa dokumenta të tjerë që mendohet se janë shkruar për Skënderbeun. Ka një 4-5 fragmente letrash, me fjalë. Edhe pak a shumë kjo është e gjithë i historia për Skënderbeun. Gjithë të tjerat pastaj janë ose raporte të brezit të dytë ose të brezit të tretë, me fjalë, jo të drejtë për drejtë. Pra, kryesisht Skënderbeu figuron si një element poetik, sesa i mirë dokumentuar.
Dhe them se nëse ai person do të ishte kaq I rëndësishëm, atëherë do të kishin mbetur shumë dokumenta të tjerë, siç kanë mbetur për bashkëkohësit e tij me fjalë. Dhe duke u rikthyer përsëri në kisha e Napolit, ajo që tregova pak më parë, mbase për qëllime turizmi, mbase për qëllime, si të thuash, marketingu, ka vitet 10-15 vjetet e fundit ka dalë një teori që thotë që Konti Dracula, Vlad Tepes, një luftëtar që ishte bashkëkohës I Skënderbeut, vëllah nga Vlahia, që lihet me Konti Dracula që vriste njerëz në tash që pi gjakun Gjambërfin, ka patur një lidhje familjare me familjen e Skënderbeut, sepse ata janë të varrosur në të njëjtën obor kishe, me fjalë, pra vari që mendohet të jetë I Vlad Tepeshit dhe vari I Konstantin Kastriotit që unë e tregova aty më përpara, janë, si të thuash, 20 metro larg njëri tjetrit në të njëjtin obor kishtar, me fjalë. Ka një lidhje slavike midis këtyre dy personave, kështu thon burimet e fundit, bile ka një dokumentar, ose unë kam parë një dokumentar të rajt, 5-6 vjet të vjetër, me fjalë, kushdo mund ta shikojë atë, kur drejtori I këtij institucioni, me fjalë, që është një historian studius italian, paraqit këtë zbulim, me fjalë, dhe në studimet që janë bërë, me fjalë, mbi këtë temë ishin ingranuar dhe disa studius rumun. Është një temë interesante që mund të tregoj një lidhje slavike midis familjes Skënderbeut ose grupit të Skënderbeut dhe grupit të këtyre vlefërve nga Vlahia, Vlad Tepes. Ka të tjerë, shumë këndvështrime të tjera, me fjalë, për mendimin tim, unë gjithmonë insistoj në ajo që këto janë krijime më shumë folklorike se sa krijime të rëndësishme që ka ndryshuar fatin e Evropës. Skënderbeu mund të kishte ndryshuar fatin e Krujës, me fjalë të zonave rreth e rrotull, por jo të Evropës, në asnjë lloj forme dhe në asnjë lloj mënyre. Edhe përsëri po e them, kushdo që ta lexoj pak a shumë si u ngrit flamuri shqiptar, si u krijuan idetë e krijimit shqiptar, këtu në ky libër tregojnë më së miri. Desha dhe një gjë tjetër. Në vitin 1924 filluan përpjekjet për sjelljen e emblemës, të elmetës dhe shfatës së Skënderbeut në Shqipëri. Austriakët atë kohë, me që ishin të interesuar akoma, më them, mund të jetë në vitin 1952, me fjalë, përpjekjet e para, me që ishin akoma të interesuar për marrjen në kontroll, jo të drejtë për drejtë, po të indirekt të shtetit shqiptar, sepse po bëhej një luftë e madhe për marrjen në kontroll të shtetit shqiptar, sepse momentalisht pas luftës së dytë të parë botërore u krijua lindi një ide që në Shqipëri kishte shumë naftë. Dhe papritur e pakujtuar, të gjithë fuqitë e mëdha filluan të luftonin me njëra tjetrën për të marrë koncesione dhe territore ose lehtësira ekonomike në Shqipëri, ndërsa u kuptua që aty nuk ishte, ose ajo naftë që ishte nuk ishte e cilësisë për të bërë biznes, dhe u larguan. Megjithatë, austriakët gjë në vitin 1924, bile dhe më vonë kishin një zyrë kastile që merreshte me Shqipërinë. Unë kam parë disa arta me cilësi të jashtëzakonshme për kohën, dhe artat më të mira për Shqipërinë të atyre viteve I kishin bërë austriak. Pra, në atë kohë Austria kishte interes dhe austriakët afruan, domethënë të shisnin ato dy objektet, kapellën dhe shfatën e Skënderbeut, shisnin. Qeveria shqiptare në atë kohë e konsideroi si shumë të madhe, me fjalë të shumë që kërkonte muzeu privat në atë kohë, edhe nuk u bë, me fjalë. Sot ato përdoren kryesisht për vazhdimisht Austria ka patur një rol
propagandistik me ekzistencën në Shqipërisë. Vazhdon të mbetet një element propagandistik dhe vetë austriakët e kanë ndryshuar disa herë në situatë për shkrimin e objekteve, në qoftë se shkojmë dhe shohim dokumentat e para të viteve 1900 kur filluan të bëheshin dhe fotografitë e para këtyre elementeve të postuar ose publikuar në gazeta dhe revista shkencore, shohim që Skënderbeu kishte lindur në vitin 1403 për shembull, apo 1402, nuk kishte lindur në vitin 1405. Ishte noli ai i cili falsifikoi në mënyrë të përkryer me fjalë historinë e Skënderbeut, duke pranuar me fjalë që ajo që, si të thuash, tema e diplomës që ai shkruajti për të mbrojtur diplomën në posta, pranon fare qarta dhe që në fillim me fjalë për të shpëtuar ndonjë mundësie që ta eliminonin diplomën e tij. Ai shkruan që shiko, kjo është një punim artistik. Unë për veten time nuk kam parë as edhe nuk kam lexuar as edhe një burim të mirëfillt shkencor, pra të dorës së parë, por jam mbështetur në burimet të dorës së dytë dhe dorës së tretë, dhe ai ka një listë gjatë të librave, të cilat ato janë libra më së shumti fantastiko-historike se sa shkencore, sepse për Skënderbeun deri në ato viteve, deri në vitin 1943, ishte shkruar vetëm një libër shkencor. Flasim shkencor, edhe ai ishte një serb, Radonić me emër, i cili kishte bërë punën më të mirë për publikimin e fakteve që gjendeshin në atë kohë për Skënderbeun. Bile dhe Schmidi vetë në librin e tij mbi Skënderbeun i referohet Radonić, dhe në qoftë se ju doni të shikoni Skënderbeun nga këndvështrimi shkencor dhe jo nga ai, si të thuash, mitik, dhe u duhet i referoheni Radonić. Dhe jam shumë kurioz të di nëse Radonić është shqipëruar ose shqipëruar, nuk e kam idenë. Libri origjinal ekziston në gjuhën serbe dhe botuar në vitin 1943 në Beograd. Këto ishin pak a shumë ato që unë desha të thesha për anën teknike të Skënderbeut. Për anën politike dhe folklorike, secili ka të drejtë të mendojë dhe të veprojë si të don. Ky është mendimi. Petro, miti i Skënderbeut duket qartë që është përdorur për qëllime geopolitike, po themi të ndërtimit të shtetit shqiptar, flas në kohët moderne, ku janë ndeshur me interesa të ndryshme, natyrisht Austria, Italia, Anglia, por nga ana tjetër Rusia, natyrisht, Rusia. Edhe po ka patur natyrisht edhe tendenca, është, domethënë, kjo figurë, si thosh, është përdorur nga çdo kush me për qëllime dominimi, për qëllime geostrategjike, imperialiste, ku janë përfshirë shqiptarët natyrisht duke u përdorur shqiptarët për të realizuar ato qëllime. Po shifja këtu për Jeronim Deradën. Jeronim Derada në San Demetrio, këtu në Kalabri, i Arbrezve, ku San Demetrio është bërë qendër sot, kryesore, e këtij skënderbejzimit të viteve të fundit. Domethënë ka një shpërthim në këtë komunë të San Demetrios, duket sikur ky kryetari i bashkisë ka gjetur një mënyrë për të financuar atë bashkinë e tij nëpërmjet aktiviteteve të përditshme gati për Skënderbeu, ku kërkojnë të popullsinë aty ta transformojnë kulturalisht me këtë albanizitetin modern, me shqiptarizmin modern. Ku ata kur japin intervistë vërtet 80% flasin italisht dhe 20% flasin fjalë arbrisht, por këta thotë ja sa mirë flaskan shqipen. Edhe Jeronim Derada, po shifja këtu me fjalë, është ndër ata që ka marrë ai figurën e Skënderbeut në vitin 1800 dhe pash këtu me fjalë këtë librin që ka shkruar në atë kohë për Skënderbeun,
Skënderbeu i pafan, lo Skanderbeg sventurato në italisht, në vitin rreth vitit 1870. Virgilio Avato sqaron në shkrimet e tij, tim që në Derata ishte një njeri me absolutisht me fjallësisht tonë këta me që e lidhin me atë ndjenjën kombëtare, kujtun e tjera. Njeri me mentalitet të thellë feudal. Domethënë që zhvillonte atë feudin e tij dhe në momentin kur Greqia, mbasi Greqia fitoi pavarësinë nga Perëndia Otomane në vitin 1820, ky pastaj filloi të shkruaj, edhe sqaron në Virgilio Avato, sqaron se ai kishte një shpresë që të arrinte ta merrte Shqipërinë dhe ta bënte çiflikun e tij personal. Domethënë ja vuri syt Shqipërisë dhe përdori Skënderbeun. Tani mendo, aty te Sandemetria dalin shumë Skënderbej sot. Më kujtohet njerë tu që u bën një aktivitet tu në Romë dhe erdhën do vinte Gjergj Kastioti Skënderbeu, ai që ishte pasat si sot, dhe erdhën tre veta aty te monumente së re, po grindeshin me njëri tjetrin pastaj natyrisht. Më shkruan njëri këtu, që nuk do t'ja them emrin se s'du me u marrë me emra, më kërcënon në kohët e fundit, në përpara një data ka qenë 8 maj këtij viti, dhe më kërcënon, thot si kështu e je pa edukat, je keq, i mendje madh, e tjera, edhe ky është një kastriot. Sepse shkon sa në Kosovë, në Sandemetria, domethënë nuk merret vesh ç'bëjnë, shkon në Tiranë me presidentët e Republikës, ka shkuar tek ai Gjufka, i asaj gjoja kishës autoqefale në Kosovë, e ketë ndeçan tek ata ndeçanit që bëjnë gjoja konvertimet e muslimanëve në katolike etj. I shefta personazh dhe Skënderbej, që lvizin sot. Tani, ajo që desha të ashtu, Petra, Skënderbeu është e qartë që u përdor me fjalë për si figurë qendrore, e mitizuar, duhej një mit në vitet 1900, që të konfiguronte këtë Shqipërinë moderne. Është normale, problemi kryesor ishte në otomanët, që do të zhdukeshin një herë për gjithmonë, patofshia e historie 600 viteve, si ishte edhe ti duke djegur librat, mendo, unë po lexoja diku që ka pasur shumë libra shqip të shkruajtura në letërsi, me fjalë, libra letërsi, histori shkruajtur shqip, po jo në gjuhën greke, apo në gjuhën arabe, apo në gjuhën, dhe janë djegur e zhdukur gjithë të libra. Petro, sikur ato 600 vjet mos ekzistonte asgjë shqiptare e lidhur me jetën e përditshme që bënin njerëzit në Perandorinë Otomane. I zhdukën këtë dhe krijuan të shoqërinë e sot, të Shqipërinë e sotme, e dim. Edhe çuditërisht pasaj ky Skënderbeu është larë tharë nga të gjithë. Edhe nga rusët, nga Ahmet Zogu, por gjithmonë ta që kanë qeverisur, ose që kanë patur pushtetin e radhës, kanë dashur ta përdorin Skënderbeun, po të dalin këta si janë këta Skënderbeu i sotëm. Të ka përdhëndi Rama. E bënte Spiropalli, kujtun, domethënë edhe politikanët e sotëm. E ka përdor nazizmi, fashizmi natyrisht. Mua më rezulton që monumenti i parë fizikisht është bërë prej Mussolinit. Nuk kam parë monument tjetër në 1940 për t'i manipuluar shqiptarët me këtë burrin me kalë dhe me shpatë. Për t'i quar që të vritën me grekët në luftën italo-greke në 1840, 1920 në fakt. Po kështu Hitleri krijoi batalionet, Skënderbeg. Nëpërmjet Skënderbeut krijonte batalionet e tij. Domethënë faktikisht interesi imperialist është gjithmonë në qendër për të përdorur shqiptarët, i bashkon rreth këtij miti që i paralizon trurin vërtet, që ata të lidhen me këtë statuj, me këtë emër, edhe të nënshtrohen pastaj. Nëpërmjet këtij emri ata nënshtrohen, bëjnë ignorant, natyrisht mbyten në ignorancë, sepse nuk pranojnë asnjë lloj diskutimi
përveç të diskutosh për Skënderbeun për një mit që është një gjë e shpikur në fund fare, dhe e marrin dhe rusët në vitet para se të vdiste Stalini, bëjnë filmin e Skënderbeut. Pastaj kjo punë e filmave në Shqipëri, dhe pse thonë që komunizmi, këshillarizmi socialist dhe nuk i përshkruante realitetin siç ishte, po e zbukuronte në favor të tij, këta filmat e kinostudios Shqipëria e Re i marrin për ndërtojnë historinë me atë. I marrin për të vërtetë absolute. Po kështu filmin e Skënderbeut, atë është bërë nga rusët, nga kohën e Bashkimit Sovjetik. Megjithatë, Enver Hoxha runte atë besonte shumë tek socializmi në fillim fare, mendoj unë, në vitet 50, kur ishte i lidhur me Bashkimin Sovjetik. Derisa ishte me traktatin e Varshavës, kishte shumë atë elementin socialist, elementin komunist, atë bindjen marksiste-leniniste, që do bënte këtë Shqipërinë sipas atij modeli. Por 1968, në momentin kur u doli nga traktati i Varshavës Shqipëria, direkt me rastin e 500 vjetorit vendosën, se në 68 e kanë vendosur Bursi me sa di unë, në sheshin Skënderbej, me rastin e 100 vjetorit, 500 vjetorit, fakt, 1968, vendosën në Tiranë, po në të njëjtën kohë, me të njëjtin skulptor Odessa Pascali, më duket, e vendosën dhe në Cosenza, në Itali, në San Demetrio, në Cosenza, Cosenza, ose në San Demetrio, nuk e di, po domethënë në Kalabri, në njëta prefekturë është aty, Cosenza e përfshin. E përfshin Cosenza, po. Domethënë vendosën Skënderbeun edhe aty, u rikthyen Enver Hoxha në një nacionalizëm ekstrem, më shumë ekstremist se sa direkt mbas luftës së dytë botërore, pra mbas, domethënë kalojnë në këtë e vuri Skënderbeun në qendër të Tiranës, duke spostuar, duke hequr Stalinin. Pra të çoj Stalinin në një rang të dytë, internacionalizmin, ku gjuhën sepse u prishën me Bashkimin Sovjetik, pavarësisht se nuk e mohoi Stalinin, por vuri Skënderbeun të pari. Tani ky Skënderbeu që u vendos atëherë, ndërkohë që forcat ruse ikën nga Shqipëria, ushtarakisht, nga Pashalimani, pra Rusia u përpoq ta mbante këtë bashkë Skënderbeun edhe atë interesin e saj të, si thua, që të vinte të ndeshe me perëndimin në tokat shqiptare. Largohen dhe bëhet e kështjella në buzët, në brigjet e Adriatikut, shteti pavarur, ekstremisht i mbyllur, në forcat e veta, shkputet nga gjithë bota, natyrisht izolohet, por ndërkohë hapet një rreze në Kalabri, në kuptimin me marrëdhënieve me shqiptarët, me shqiptarizimin e shqiptarëve të Kalabrisë. Kjo është e çuditshme tani nga vinin, si thuash, tani Rusia dhe Turqia u tërhoqën nga Ballkani, u tërhoqën nga Shqipëria, se ky ka qenë problemi dhe kur u kriju Shqipëria, nuk u kriju Shqipëria sepse ata donin shqiptarët. U krijua për të mos lejuar rusët, mos lejuar otomanët të dalin në detin Adriatik, t'ju mbyllin, që mos ke mundësi që të dalin në detin Adriatik, në Durrës apo në Vlorë apo në vend tjetër. Kjo ishte natyrisht presioni italianëve dhe i austro-hungarezëve në atë kohë, kryesisht me mbështetjen e Anglisë. Tani rreziku rus u eliminua nga Shqipëria dhe rreziku turk i kishte ikur. Çuditërisht forcohet akoma më shumë ky miti anti-Turqi, si thuash, ky miti Skënderbeut i shqiptarisë, që nga 1968 dhe më mbrapa, do të thotë Skënderbeu në qendër të Tiranës, ku njerëzit e shohin çdo ditë aty, njëri me kal, që duket vërtet i gjë divina, si thosh, i gjë hyjnore, sigurisht një simbol i Zotit aty në tokë, që njerëzit duhet i përulen, dhe duhet thonë, ti nuk e prek dot atë mit, sepse po e prek atë mit, njerëzit natyrisht nuk din asgjë, siç nuk din asnjë nga historia e tij, thjesht kanë parë në një film apo në një gjë që del
Shumica me këtë, shumica 90% apo më tepër, as nuk di, as s'merr as mendimin, mundohet të lexoj nga këto manipulatorët e sotëm që shkojnë te pellazët dhe ilirët, dhe që natyrisht marrin Skënderbeun, po na çojnë çik më përpara Romës, për thënë që kemi qenë ne përpara, pastaj erdhën romanët mbrapa. Ishim ne që krijuam një shtet shumë madh i Ilirias. Edhe ka një shpërthim pastaj në ditët e sotme, një shpërthim ekstrem, sidomos vitet e fundit, Petro. Vitet e fundit, një shpërthim që shoqërohet natyrisht me varfërimin e shqiptarëve, me pabarazinë e njerëzve në Shqipëri, një pabarazi ekstreme, me eliminimin e çdo lloji sovraniteti të Shqipërisë, sovranitet monetar, sovranitet fiskal, politik, ekonomik, me ndërtim të gjykatave speciale për të mbytur, për të mbushur burgjet me të varfër, me njerëz të varfër, se ata do futen në burgjet të varfrit, të pasurit, ata që kanë lekë domethënë do i shpëtojnë. Edhe është një çmenduri e sotme që kemi arritur edhe te protestat në Tiranë, që në qendër mbajnë akoma Skënderbeun. Aty këndohet kënga e Albulenës. Albulena, hajde se të pritet, kujton sultani e Skënderbeu që i tregon sultanit që unë fitoj mbi ty, jam unë i forti. Dhe përsëri me fjalë ky mit që është bërë më i egërsuar sot Petra. Është më i egërsuar se kur. Domethënë, edhe të tjerët i kanë figura, Petra. Italia ka Giuseppe Garibaldin, po nuk rinden italianët për Giuseppe Garibaldi, se i thu ti që unë nuk më pëlqen Giuseppe Garibaldi, ose i thua historia Giuseppe Garibaldi është histori falsifikuar, apo thua që nuk ka nuk është ero kombëtar, e quan tradhtar të italianëve, sepse shkatërroi atë mbretërinë e Napolit, shkatërroi jugun e Italisë në një farë mënyre, i masonerisë, sepse u financua nga këto piemontezët e kujtën çfarë ishin të Sardenja, kush ishin në atë kohë me fjalë prej bankierëve etj. I bën këto diskutime këtu, ta ngelen në nivelin e diskutimeve historike. Nuk ka nuk bëjnë këtu fushat elektorale, Petra, që të përmendet Garibaldi. Unë nuk kam dëgjuar që partitë politike të luftojnë me njëra tjetrën dhe të flasin për Garibaldin. Ase s'është përmendur ndonjëherë, nuk kam dëgjuar fushat elektorale përmendet. Po. Përdor delin tema të tjera aty ku prekin emocionet e njerëzve, kurse neve kemi ngelur tek Skënderbeu, që po përmendë fjalën e Skënderbeut, njerëzit ndizen. Po. Edhe e përdorin këtë qëllimisht që sa herë e ka përdorur dhe Edi Rama, natyrisht shpalli vitin e Skënderbeut, shkoi në Athinë, erdhi në Milano, tani doli jashtë kontrollit nacionalizmi i Skënderbeut dhe Edi Ramës, dhe si kanë ngelur karta për të luajtur tani. Po. Si shpjegohet, Petro, domethënë tani, edhe madje unë bëra një intervistë aty televizioneve, ishte një person aty që ai sa gjëra i thot mirë, kur vin punët e nacionalizmi, aty zhyten gjithë, Petro. Ju mbyllet koka të gjithë dhe harrojnë, nxehen, skuqen, shpërthejnë që ti anti-shqiptar, dhe madje thoshte kush prek figurat e mitet, 8 vjet burg, thoshte ky. Unë thoshte do të dalë ligji, thoshte për agitacion propagandë, 8 vjet burg kush prek mitet kombëtare, simbolet kombëtare, thoshte kush prek kuptimin, kush i diskuton. Po. Pse o Petro kanë kaluar të marrëzi tani shqiptarët e sotëm sidomos? Po, jemi në kulmin e marrëzisë, jemi në kulm tani. Më keq se sa kur. Po. Edhe bëj një përmbledhje dhe mbyllë pastaj. Po. Është rasti i Shqipërisë është rast interesant me fjalë ose i veçantë, sepse unë kam jetuar në disa vende të botës dhe figurat historike nuk marrin vlera heroike dhe personifikuese të formimeve nacionale të shteteve moderne. Nuk ka vlen, ose nuk është për afrim i saktë, ose është një lajthitje intelektuale, kolektive intelektuale, të bësh hero një person i cili ka jetuar 6 shekuj më përpara dhe nuk ekzistonte koncepti i shtetit me fjalë. Si mund ta
apo i nacionalitetit. Si mund të krijosh një figurë, të themi, që nuk kishte ide nëse çdo të thotë koncepti shtetëror nacional etnik, dhe ta bësh atë figurë bashkuese. Kur kjo më ka ndodhur dhe mua. Domethënë një person Çe gjallë Skënderbeu sot, do t'i thoshin ti je hero kombëtar. Ç'do të bën? Ç'do thoshte ai? nuk e kupton dot çdo thot kom, ose çdo thot nacionalitet apo po, as do qeshte do ikte. Ose po t'ja bëj një kështu Skënderbeu, ai do të priste kokën me një fjalë. Po njëherë edhe mua më ka ndodhur kjo, dikush më sulmoi, më thotë unë nga Kruja, unë të bëj këtë, unë të bëj atë. Dhe nuk reagova sepse ignoranca e urren leximin, me fjalë, dhe ndjehet shumë komfort, është shumë në rregull në padjen e saj, me fjalë. Sepse vetë Noli, krijuesi i figurës të Skënderbeu, madhore të Skënderbeu, shkruan që Skënderbeu ju dha një apo 2 ditë kohë atyre personave muslimanë që jetonin në rreth e rrotull Krujës, që nëse nuk konvertoheshin në kristianizëm, të bëheshin ortodoks, me fjalë, ai do t'ju priste kokën. Dhe Noli thotë, shiko, kjo bëj, ja preu kokën 3000 vet, di unë u vran ata, tha ja preu kokën. Dhe kjo ishte një masakër e domosdoshme, thotë, e pranueshme, sepse ata kishin trajtuar. Pra, këta persona që sot kanë emrin Ibrahim, Sulejman, me më thënë thash, që ishin, si të thuash, nëse Skënderbeu do të vinte në rrugë, do t'ja u priste kokën, më thonë mua që shiko ti je armik i Skënderbeu. Unë Skënderbeu është në radhë të parë armiku jot, sepse këta e ka shkruar krijuesi i nacionalizmit, e ka shkruar Noli, nuk e them unë. Atëre është e kohë të futesh në diskutim. Ky është rasti Krujës, me fjalë që më ka ndodhur mua me një person nga Kruja, në internet, kuptohet. Ndërsa me atë rastin e Rusisë, po dalim pa nga tema, unë kam një këndvështrim disi ndryshe. Unë them se Rusia nuk kishte asnjë interes pas revolucionit të tetorit, pas marrjes së fuqisë nga bolshevikët. Rusia nuk besonte as në Serbia, as në vendet e vogla slav, bile ishin ata, si të thuash, bolshevikët që thanë shiko, Shqipëria do të ekzistojë dhe demaskuan në tema komuniste, publikuan një marrëveshje që kishte bërë dhe cari rus, me fjalë për shpërbërjen përfundimtare të Shqipërisë. Pra, rusët bolshevikët ishin kundër ndarjes së Shqipërisë. Dhe demonstruan ata kryesorë që Shqipëria urojt, sepse ata në bazën e asaj denoncimi u bën ndërhyrje pastaj nga fuqitë e tjera. U përdor ai zbulim i traktatit të fshetë të Londrës. Po. Dhe diçka tjetër, dhe nëse shkojmë shumë kohë mbrapa, me fjalë, flasim për vitet 1908, kur në manastir Bitolla që quhet sot, u mbajt ajo është kongresi manastirit, shënimet dhe më të hollësishme dhe më shkencore i mbajti konsulli rus në manastir. Shqiptarët nuk kanë as edhe një proces verbal. Domethënë këta patriotët që thonë sot u bë krim, e mori filon, nuk kanë asnjë proces verbal të thjeshtë për të treguar çfarë u thanë në ditën e parë, çfarë u thanë në ditën e dytë, çfarë u thanë në ditën e tretë. Nuk kanë asnjë proces verbal për personat dhe fuqitë që sponsorizohen, që odhen lekat në atë eveniment që për mua ishte miratuar, organizuar dhe ishte mbështetur kryesisht nga Porta e Lartë. Ky është mendimi im, me fjalë që bien kundërshtim me atë që thuhet që shiko Porta e Lartë nuk i lejonte shqiptarët të shkruanin shqip. Vërtet Porta e Lartë ndalonte në presionin e kishës për bërjen e liturgjisë në gjuhën shqipe, ose për futjen e anglikanizmit, e protestanizmit në kishën shqiptare, marrjen e ortodoksisë dhe fesë islame në kontroll nga protestanizmi, por kanë tema të tjera. Dhe duke u mbyllur me Rusinë, unë them që këtu po e mbyllim me Skënderbeun, me fjalë dhe me Rusinë, unë them që për ata shkencëtarë dhe historianë që janë vërtet të interesuar në historinë e Skënderbeut, duhet të kërkojnë në arkivat ruse, sepse kur filloi të krijohej shteti shqiptar dhe pak më vonë rreth vitit 1924 kur u pa qartë që shqiptarët po futeshin në një luftë, si të thuash, civile midis Nolit dhe Ezogut, trash, në fjalë, konsulli
rus shkon në kishën Shënjovani, që quhet sot Shënjon në afër Elbasanit, është 6 kilometra pas Elbasanit për të vajtur në Tiranë, në qoftë të nga Korça. Është kisha më e rëndësishme bizantine që ekziston në territorin shqiptar. Dhe aty është martuar Skënderbeu. Pra, në atë kishë, që është një lloj monastiri, aty është martuar Skënderbeu. Është një histori e gjatë, është një histori shkencore, dhe dokumenta, ato pak dokumenta, apo shumë dokumenta të rëndësishme, pak a shumë, që kishin mbetur në atë kishë, çifti që jetonte aty, ja dha konsullit rus. Konsulli rus, që kishte shkuar aty, i mori dhe në qoftë se dikush kërkon në arkivat ruse, do të jetë në gjendje të gjejë ato dokumenta, të cilat do të hedhin dritë mbi Skënderbeun, mbi familjen e Skënderbeu, dhe mbi një pjesë të madhe të atyre personave që kishin jetuar historikisht në ato vende, qofshin këta shqipfolës, bullgarishtfolës, slavishtfolës, greqishtfolës, zakofolës, e në atë kohë kështu ndaheshe, domethënë besimi dhe gjuhaj që fliteshe, kryesisht edhe besimi jam që i ndante persona, do të gjete të një informacion shumë interesant dhe do të hidhet dritë shkencore mbi një temë kaq të politizuar në mënyrë të panevojshme. Pra edhe një herë, miti i Skënderbeut për mua mbetet vetëm një mit, dhe pjesa shkencore e këtij miti është, si të thuash, 2%. 98% të tjera janë thjesht fjalë dhe zbukurime tendencioze, të cilat përdoren kryesisht nga fuqitë mëta, kryesisht Italia, e cila gjithmonë ka përdorur propagandën shqiptare për të shtrirë ndikimin e saj në bregun lindor të Adriatikut, dhe unë pikërisht këtu e shikoj përkuljen për atë që bën Zoti Rama me fjalë kryeministri i Shqipërisë si për ulet Italisë. Pra, kështu ka qenë 150 vjet e fundit, kryesisht Italia ka qenë organizuesi kryesor i lëvizjeve etnopolitike në Shqipëri. Ky është mendimi. Shumë mirë, Petro, si thua mbyllim këtu atëherë? Mbyllim dhe flasim me një temë tjetër. Patjetër, faleminderit shumë. Gjithashtu, një pasdite të këndshme. Mirupafshim. Mund ta mbyllim.